Idhe dhe atë shkom, idhe. Ja. Ja. Jam nervoz. Jam shumë me nerva. Bol, jam, bol, jam me nerva seriozisht, jam sinqerisht me nerva. Bruno, çfarë ditet ishte dje? Dje ishte dita e shënkerit. Dita kuj? Dita e shënkerit. Ja mor djalë dje. Në fakt mje e keti. Si rregull në fakt, ishte dita e Shën Valentinit. Po. Po, ti e din çka ka qenë Valentini? Ja. Ë? A i e? Nuk e di e? Valentini ka qenë prift. Me të vërtet. Po. Ku është Valentini? Bulevard. Ku? Bulevarde. Valentinin dje e kanë ras në Biruc të Burgut. Shifeni Valentinin në Burg. You're a Catholic priest. Why would you arrest a Catholic priest for trying to stop the killing of a baby? Use your mind. What are you doing that for? Da me thonë, që ta kemi të qartë, mos kemi ndonjë ekuivok. Ky prifti që kanë arrestu nuk është Valentini, që është bashkëtor, është ne nga që s'kishim ku me gjetë Valentinin, zorëm një prift që arrestohet, dhe e kanë arrestu Valentinin, dje, që t'i hapin rrugë Shënkerit. Kerry, sekretari i shtetit, John Kerry. Po, John Kerry, po që na bëni John Kerry, në qofë se çdo vit ishim mësu të shikonim të tillë, ma gjeni regjia që ishim mësu me pa për çdo vit, që shikonim ne, bravo, njerëz që dalin me lule, që festojnë, japin mimoza, blejnë mimoza, bëjnë muzikë, festoj njerëzit, bëjnë dhurata, pra, e para punës, unë dalundje, blokim qarkullimit gjithë Tirana zap. Mi po do t'i nga që ishte bloku gjithë Tirana dhe në për qytetet tjera kujtum se kanë bloku gjithë Shqipërinë nuk ishte dalë dhe shkush me festu. Askush nuk ishte dalë dje për të festu në Shën Valentinit. E para punës të kara GDP-a. Na kara GDP-a, prodhimi brendshëm bruto, sepse nuk janë shit mimozat. Kjo tregon që ka pas fukarallëk. Nga një javë, njerëzit që shesin mimoza, zakonisht nuk do kenë qatë hanë, se s'ka shit mimoza. Se ata një ditë Shën Valentinit presin për me shit mimoza, se nuk ja ne kush ditë tjetër. Me gjithate, dalim konkluzionin që në fundit Valentinin e kemi për çdo vit. Një vit po ja lirojmë radhën dhe po e bajmë Shënkerri, dita e Shënkerrit. Po. Shqyqyr që erdhi Kerri se ne shqiptarë kishim fillu me bëj gabim të madh. Gjigant, faleminderit për Kerrit, na i hapi syt, na iluminoi. Na rilindi, na i hapi syt. Se e diti i Bruno që kishim fillu me bani shqiptarët? Jo. Si mos e din ti se ti e ban veti pari. Ne shqiptarët, më fani për shprehjen, zonja e zotëri, mi e mbrëma! Ne shqiptarët kishim fillu të esim mbrap. Si anglezët. Që anglezët të esim mbrap? Me bendere para? Që e ti ti anglezët? Po që e ke informacion e gabuar? Ata e që me timon kratë kunër, më bro. Me timon kratë kunër, do me thonë mbrapsht. Bruno, shiko, që ta kesh qartë nocionin mbrapsht. Shiko, Bruno, si është mbrapsht. Se ti nuk e din. Edhe ecë, mbrapsht. Ne shqiptarët kishte kohë që kishte fillu të esin mbrapsht. Nuk e besoni e? Shikoni pamit.
Zotri, pse ecni kështu? Se kështu ecën qeveria me Edi Ramën në krye edhe me bashkëtortin e tij që është Ilir Meta. Zotri, pse jeni duke ecur mbrapa? Se mendojemi. Zotri, po pse ecni kështu? Se mbrapa po ecim. Si po ecim mbrapa? Mbrapa ecim. Te ne çdo gjë mbrapas. Mbrapshe çdo gjë. Pse po ecën kështu ti? Kështu ka thënë Shqipëria. Kështu ecë Shqipëria? Po a dëgjove ti dje që erdhi John Kerry tha duhet të ecim përpara. Përpara. Po, përpara. Kështu, bravo, ashtu duhet të ecim. Pafshim. Faleminderit Yes, sir. Kosova. My message is keep moving forward. Mesazhi im është vazhdoni të ecni përpara. Thank you. Faleminderit. Po, megjithatë, hajde ne prate. Po nuk. O falemderit Shenkeri që na thesni për para, mos ta kishe thënë kishim vazhdu me ecë mrapsht. Nuk e di sepse kishte fillu kjo modë në Shqipëri gjithë me ecë mrapsht. Gjitha to plane 5 vjeçare neve shkojmë Jo më përpara. djalë, jo, ecë në rrugë, mos e ti e ngatron. Ti e ngatron, ti e metafora, s'ka metafora, po bëtë zërë për ecë konkrete. Njerëzit kishin fillu me ecë me qa quhet, si i thonë, mos e thuj. Anglisht. Mos e thuj. Pra njerëzit kishin fillu me ecë mrapsht, shushe që ardhi Kerry dhe na dha këshill tha ecni përpara. Nuk e dishim. Tash do të vazhdojmë gjithë me ecë përpara. Faleminderit Kerry. Faleminderit Shën Kerry. Do ta zëvendësojmë ditën e Shën Valentinit me ditën e Shën Kerrit. Unë tham ta bëjmë një vit Valentin, një vit Kerr. Si e ke ti? Ti si e vënë? A ke një mendim më? Kam një mendim. Mos e Tesin thuj. si Pantera Rosa. Mos e thuj qofse e ke mendimin. Pra, unë them që ta bëjmë një ditë Shën Valentin, një vit i tjetër ta bëjmë Shën Kerr. Atje, që t'ju asaroj më qartë, fillimisht, falenderoj sponsorin tonë, Apcom, që bën punën realizimin e shkruaj nakull. Dhe mos harroni, mjafton të merrni vetëm internet me Apcom dhe do të përfitoni falas 100 kanale televizive, ku do të shihni edhe televizion, shkruaj nakull, e tjere. Dakor? Do të kalojmë diku tjetër se ma kanë bërë një listë këtu me materiale se çka kam, po duhet i shoh një nga një. Ku jemi, çfarë po bëhet në Shqipëri, Bruno? Ke marrë vesh çfarë po bëhet? Nuk e di çfarë po bëhet? Po presin 8 Pa mars. ankohen njerëzit, Bruno, ta them unë, shkoj. Ankohen. Njerëzit pa ankohen. Pse pa ankohen njerëzit? Për biletin që u bë Jo. 100 lekë. Sepse njerëzit, Bruno, atëherë kur është momenti, ky popull, ku fosedhon veten, jam unë i pari, pas me të gjithë tjerë, janë popull idiot. Popull qërë. Sepse votuan gabim herën e fundit. Nuk paten faj, edhe paten faj. Se nuk dinin këtë votonin. Po me popull qërë. Po si mund votu të këtë qeveri edhe ankohen i gjithë? Doni dini ke mund të votonit e? Për shembull, ankohen i tash të ju se ka plas krimi. Po vriten njerëz për ditë. Ankohen i ju. Po jema, mund të kishit votu këte. Të kishit votu këte për shembull, shikojeni. Me si një Shqipërie ku krimi ka marrë kot, duke dalë jashtë kontrollit dhe kërcënuar sigurinë e të gjithëve, dhe një Shqipërie ku ne brenda 300 ditëve do të vendosim rendi dhe sigurinë. A shikoni mo, për 300 ditë do kishte vu burri i boc, rendi dhe sigurinë. Pse s'votut këte mor qorra? Këte mor të kishin votu. Do kishin pas rendi dhe sigurinë vum tashti. 300 ditë. Për 300 ditë do ja kishte vu. Edhe rendin, edhe sigurinë. Dëgjoj më, s'keni mi, o qorra, pse votut këta më? Ja më këto kishin votu. Shikojeni më, shikojeni. Brenda 300 ditëve të para, ne do i shpallim krimit një luftë madhore dhe do të kthejmë rendin dhe sigurinë në vend. Ky është zotimi ynë. Kush shkel ligjin do të përballet me të gjithë forcën e ligjit. Në fakt ti që i folet i sheshty pak ma mrapa ati nuk do ishte keq. Si sheshty edhe pak, po, popull budera, popull idiot, popull qort, a pak mo, pse s'votut atë mo? Pse s'votut atë? Për 300 dit do kishte vu rendi dhe sigurinë.
do i kishte liftu gjithë kriminalët, do ishin gjithë kriminalët të përburgje, nuk do kishim as masakrin e Elbasanit, nuk do kishim as vrasjet e Janarit, mbushur plot kështu, as tritol, as vjedhje, as grapitje, as i gjas do kishim. Atë të votonim. Pse votu këtë qeveri që është, kishin votu atë më, hapni më rësyt më, shikoni më, o popull qor, o qora, o idiota, o budalej. Zdini keme votue, ja më ku e keni alternative, ja, shikojni mo. Ne do të rilindim Shqipërinë. Do të ulim taksat për 95% shqiptarëve. Do të heqim taksën e biznesit vogël. Do të heqim taksën për ushqimet bazë. Do të ulim taksën për faturën e energjisë për familjarët. Do të krijojmë 300.000 vende të reja pune. Ky është zotimi. Budalej, more! Si mor votut këtë qeveri, nuk votut të burin këtu. Shikoni më të burin, më. Do ishte takse në ushqimeve bazë, më. Ushqimet bazë do i kishim pa taksa, jo si sot, more. Po këtë burin më të votonit ju, më. Këtë më të kishit votu, më. Po sot do ishte Shqipëria dhe një lëllëzumë, më. Këtë që do ulte taksë, këtë që do ulte taksën e energjisë elektrike për familjarët, më. Këtë më të votoshit, o popull qor, o popull dele qor, shtu të votut, ku di gjau ke keni votu, veç me votu këtë burin, a e patma. Do jo ulte taksën e energjisë elektrike për familjarët dhe taksën e ushqimeve bazë, nuk do kishte taksë për ushqime. Shkonin market ashti, na, kuponin të vëshej 20%. Se më nuk votut këtë burin. Qa keni të ashti? Ankoni se s'keni roga, se nuk ju rritin rogat. Nuk ju rritin, ju arrit të mimoza, ma që punen me këte. Si veni më mimozen, ma të kishit votu mimozen, ma të kishit votu, mimozen. Mimozen, sa të bëhet gati regjia. Jo a prezentoj, është mimoza. Mimozen, ma të kishit votu. Unë jam Mimoza, 52 vjeç mësuese. Taksat dhe çmimet i janë rritur. Roga nuk na del. Përse duhet i besojmë Sali Berishës? Sali është lodhur dhe nuk ka më takat. Ai duhet të largohet. Më 23 qershor, unë do të votoj Partinë Socialiste dhe Edi Rama. Këtë më të votonit, më. O, budalej, po këtë më të votonit, më do ju rritë të rogat, më. Jo këtë qeveri që ka 3 vjetë që si arrit rogat kërkuj. O popull qor, o popull idiot që s'dini ke votoni, këtë më, ja më shikoni këtë duhet kishit votu, më, shikojeni më. Shikoni më se ka premtime tjera. Shikoni këta që premtojnë ta mamma për smarit e kishin ba vendin ta mamma. Imagjinoni se çfarë mund të ishte bërë po të mos ishin vjedhur e humbur 150 milion euro konsum energjie çdo vit. 72 spitale plotësisht të reja, 7100 shkolla, 1200 kilometra rrugë parsore, 466.000 fermerë do të mund të përfitonin nga projekte të financuara nga shteti. Është koha të paguajmë të gjithë faturën e energjisë. O popull bakti. O popull, a mord vesht ma 7100 shkolla, a jeni duke i pagu drita gjithë ashtu. Ku i keni 7100 shkolla? A 71 shkolla si keni? Kishit votuat partinë aty, që i premton, do i kishit pas, mora. Po do i kishit pas shkollat e. Po do kishit pas ja i 1200 km rrugë parsore. Pa llogarit për dytësorët. Parsore, ma ditë para, janë 1200 km. Po 466.000 bujqë, që do kishin përfitu, më. Po pse më nuk votut këta, më, këta pse s'votut. O popull dile, bashkë me mu, që më qafë vetën e mu, bashkë me ju. Pse s'votut këta, më. Do kishim qenë rahat, do kishim qenë të lumtur. Nuk do kishim pas krimen e për rrugë, s'do kishim pas masakrët e Elbasanit, s'do kishim pas njerëz të vramë gjithanej, do kishim pas 7100 shkolla, këta mërë të votoshit, more. Popull, dele. Dele. Kam edhe i fjallë, to. Dele. More, me men ty, e me synë balë, votoni këtë qeveri, edhe ankoheni,
E kishit më alternativën, jo më ku i ki, shife një mërë. Njeni më i mirë se tjetërin. Dhe janë gjithë burat fjallë se ta majtë fjallë e këta. Atët kishit votu më. Majni mend për herën tjetër, Fiksojni për herën tjetër, më votoni më këta më. Votoni më këta që premtojnë tamam për këtë popull, më që dunë këtë popull, që i digjet shpirti më për këtë popull. Ka dhe diçka. Sepse na ka plas. Nuk të ka plas për bërë. Qa ka plas, Bruno? Festa. Cila festa? Janë përzje festa me njëra tjetër. Dijo, Bruno, ma mirë mos fol, sa herë fletja fut kot. Ka plas një fushat antarësime shumëre, Bruno. Ka plas një dëshire madhe mu antarësu në parti, ashtë hapë gjithanej si vojnë lakda, si vojnë lakra, i thonë me gjuletrare, ka plas fushata, kash fushat antarësimesh, sa që dhe ata që janë antarë partijet po antarësohen prapë. Nuk e them unë. E thot vetë partia në spotin e vetë publicitar. Një gjojeni. Përshëndetje, unë jam Esi, jam nga Elbasani dhe studioj në Tiranë. Unë kam një mesazh për të gjithë të rinjtë të brezit tim, dhe mesazhi është ky. Sot ka shumë antarë që duan të jetë pjesë e Partisë Socialiste. Sot ka shumë antarë që duan të jetë pjesë e Partisë Socialiste. Sot ka shumë antarë që duan të jetë pjesë e Partisë Socialiste. Por të jesh socialist nuk është thjesht një trend, një mod kalimtare apo një postim në rrjetet sociale. Sot ka shumë antarë që duan të jenë antarë të partisë, ma. Ka shumë antarë partisë që duan të jenë pjesë e antarit vetë partisë. Dijo, o nuk ke fajti, e parë punës ti, në i fajt vogël edhe e ke, po fajt kryesore e ka a i që ta ka shkru. Ti ke i merit që e ke mësu përmend shgem për gem, si që ta kanë shkru. Të val, ti më i gocje për Elbasanit. Ti shef aty ke ta ulat balen. Pra ta ka shkru ta ulat bala, qa për të bala? Ata ka shkru ta ulat. Se prej faqe zyrtare ta ulat balë se kemi ma. E bukja është dumë të dim, si komentojnë njerëzit, masi e poston ta ulat bala në faqen e vetë zyrtare, si komentojnë njerëzit poshtë këti postimit, qa shkrujnë, qa thonë për të postim, sa dun të antarësohen të kjo partia e ne, sa antarë, ja të shojmë, hape të shof të lexoj qa thonë. Seriosisht e ke, këto që po thumë i vaj sa ke shkojnë gjejnë i punë, e mjaft shkut pas partive, brez legenash dhe spionsh. 12 like, mas ma hiqëm më, 12 like kishtë e kjo. Qive tjetëri, goce, bravo, të përshnes, e kam thënë disa herë, t'jesh i majtë nuk është turp, turp është t'jesh hajdut, mos ajo të është kristal, dhe si t'il a i, në klapa kristali, ashtë nuk thyhet, ashtë nuk bëhet pis. Të siguroj se me guxim, ju doja dilni, i nivelis një fyrjet, se jeni të mire shumic, urime, vetëm një like kati. Sa është i vetëmi që i del zot, është i vetëmi që i del zot edhe ka vetëm një like, a i tjetëri si për kishtë e dëmlej. Po mirë, jam kurios gjithë të komente, sa janë pro, sa janë kundër. Tjetëri poshti. Esi është e zjuar, e edukuar, e bukur, bejo dhe ti si Esi, antarësore dhe ti në pëse, nën like. Tjetëri mos ma hishni. Isha një fest me Blendi Klosin, fjetat e një shoqe, u zgjova të palatin Sajmir Tahirit. Kur ceva kokën teatër, isha ullur, ngjitur me Erion Veliaj. Gjeni kush e pa... Jo, kush e pa... ka fjallë për Paloj, Josefina Kokën, kryetarën e kësaj gocës, është ekuacion ka që në shkyrë sa një dita Lekova duhet pa tjetër në libri matematikës për gimnazista. 11 like! Një sekundë që ashtë të më thonë një qka Marin Gleni prej matanë. Hape plani, fërë Marin Gleni në zërë. Këta që shkruj keqër dhe... Po, Marin Gleni ka dhejë.
të gjitha ata komentuesit janë paguar, janë gjithë paguar nga PD-ja. Vetëm që të shkruaj keq te PS-ja. Janë gjithë komentuesit e faqes Taulant Ballse, kaloj prap te faqja regjisi kam hap pak punë se duhet ta vë edhe herë. Ha regjia, e keni prap? Bravo, moje. Jo më i gëtë e shekullit 21. Ha, sa e madhe mirë ishe më i gëtë, korb qpate. Jo më i gëtë se me Partinë Socialiste nuk hanë gjë, po me LSI-n, po, the LSI këtë gjitha. Bravo, Esi, duke që i keve në gjitha në Terezi dhe ta arsuesh të partijas kërucave. Të duhet dhe je okej. Ishtë nga dorë nga këto gjëra si latë namë, të tjere ka 20 vjetë me tesë dhe janë pa punë. Bolson ngop ky popull me gënjeshtra, vazhdoj komentet. Bravo, tunde Jo, këtë lexoj, mos e lexoni këtë, nuk keni vetë brenda se atë PD-ja se Jo, mos e lexoni këtë koment, jo. E po Elbasani shuhet për çudit, aty dalin edhe viçat me 2 koka. Po ik më shoqja debatik se futu brenda se të do gjella. Ç'të duhet ty të pralla? Po kjo ka qenë ke PD që bëhet kështu me sa duket partia pas ka marrë në gjejen e saj shëmirë. Tundi na fije dy bekun se kështu e tën partia. Bëu pjesë e Partisë Socialiste që shkosh në të sëmës. Kjo vlen edhe për PD-LSI. Zemra, tani pres të shoh ty në radhët e videove. Sallatorin do e merrnin 2000. Ja, hiqe mos e lexoni këtë. Kam edhe një mesazh për ju, po nuk di ku fjeta mbrëm. Ke patur gjyshin komunist, e ke mësu përmend zhvjeshen një cuc, bravo! Tematika herej punë socialiste, bravo Esi, me atë Ja, këtë mos e lexoni, këtë nuk lexohet kjo. Nuk lexohet, hiqe. Regjia, ma hiqni, nuk lexohen këto, hiqe fare, Këto janë komentet në rrjetet sociale, kjo është... Ka një Partia Socialiste, në fakt, ka një gazetë famshme, që quhet Zëri i Popullit. Në fakt, aja është zëri i gazetarëve që punojnë për Partinë Socialiste. Nuk është Zëri i Popullit. Zëri i Popullit është në Facebook, ku shkruan gjithë populli, nuk i bën dot blok, ose edhe për i bërë blok dhe ndaj tjetër, si bën dot blok gjithë popullit. Kërë zëri, me një atë, po të kishin votua ata që ju pamë në fillim. Nuk do kishim që gjash. Për shembull, do kishim një të ardhme të ndritur, si kjo shoqja e re, kjo cuca e re, kjo goca e re, kjo kinja e re, kjo bukurëshja e re, që mos e paftësin i keq inshallah. Inshallah në bëhat të i ministre, inshallah. Do shkoj marrë mirë kjo vetë. Ma nëzirni pak atë gocën e re që ka kenë mram fest, a këthy prej festet. Do shtë të kërtar fakt që më kohë në veshjen e mbrëm në dark, që kishim një fest në këtë lokale që po përmendja, kishim edhe Blendi Klosën, ministre. Sot në mëngjes u zgjohet te shtëpia e një shoqes time që është në një pallat me Sajmir Tahiri dhe në fakt me çfarë pash ishin rojet akoma poshtë, kam dalë pak më herët. Dhe madje një ditë tek Teatri Kombëtar ktheva kokën dhe gjej kryetarin e bashkisë ishte ulur e mua, që ulet muzika dhe të gjithë të rinjt një zëri ja plasen dhe thonë të bëfsha gjeneratën, po me ulurim të madh. Gjeneratën tënde mi goç, unë them ta konservojmë se është vlerë. Ju jeni vlerë, mi goç, duheni konservuar. E di që do të thotë konservim? Pun peshku është. Po pse të pyes ty? Konservim shqipa, e di si përkthehet? Ruajtje. Duhet ta ruajtje. Duhet ta ruajmë këtë gjenerat. Ka vlera dhe ka plas kjo fushata antarësimeve me këtë lloj gjenerate, me këtë lloj, aq shumë sa që njëra thot ju lutem thot mos më antarësoni me zor. E beson që të antarësojnë me zor?
Shikoj Bruno. Berlini të zgjedh mos më antarësoni me zor. Revolte një studente që do t'jetë e lirë të zgjedh. Revist. Del me fytyrë, me emër, me mbi emër, thot jam student e fakultetit ekonomik, e sa po diplomuar. Po antarësojnë me zor. Unë nuk e kuptoj pse po janë antarësojnë me zor, për zgjedhjet parti, po dihet që zgjedhje për kryetari nuk do ketë, më thonë. Dhe më dhej, e kemi thonë edhe një puntat tjetër që datës e karnavaleve të Brazilit, karnavaleve të Venecias, karnavaleve që zhvillohen në Gjermani, i ashtu edhe 19 marsi, dita kur do zhvillohen karnavalet në Shqipëri, se mos kujton të se në... Që që do kemi një fest karnavalesh me 19 mars, ku nuk do votojë? Se sa frumë më këtej, nga 8 marsi ta kishin të bojë vite më mirë. Për ditën e grave? Po pse ç'lidhje ka? Se aty flitet më shumë. Ti ke se do flitet pak apo si ke halli? Atëherë, Bruno, se duket e zgjatëm pak si shumë. Ta falenderojmë sponsorin ton Upcom që bën të mundur realizimin e shkruaj në akull, themun. Dhe pastaj, të shkputemi 30 sekonda dhe të kthehemi me mikun ton, me të ftuarin ton për sonte, që po pret aty, dhe është Fatmir Mediu. 30 sekonda publicitet.